për të bërë një analizë e takon protestës së mbrëmjes kaluar. Ardian Jusufi, pedagog, po të përshëndes sërish. Faleminderit që je këtu. Edhe unë shumë kënaqësi, sepse ja vlen një dialog dhe analizë për aktualitetin. Faleminderit. Ndërkohë në bashkohet Gëntian Alimadhi, avokat. Faleminderit që je me ne. Faleminderit juve për ftesën. Po nisë bisedë, besoj kam një kuptimin tënd me profesorin që kam këtu në studio. Protesta e mbrëmjes kaluar. Si e peti në një kohë që deri diku ishte një lloj, mund të themi, projeksioni i bërë, një lloj skenari i dukshëm se si do të procedoj deri në momentin kur do të kishte fjala përmbyllëse e zotit Berisha. Menjëherë pas fjalisë së fundit të zotit Berisha, nisi dhe aksioni atyre që ishin brenda grupit, mund të themi, të protestuesve kundrejt policisë dhe ambienteve të jashtme të kryeministrisë. Po mendoj që janë shumë çështje për të analizuar në këtë protestë kombëtare. Duhet të theksuar që ishte kombëtare dhe mendoj që një nga elementet që vazhdon edhe vuan Partia Demokratike është imazhi modern dhe që të dali përtej militantëve. Ky është një problem shumë i madh. Pavarësisht që dje ishte nga të protestat që kishte një organizim më të mirë se sa protestat e tjera, por gjithsesi është pa arritur dhe pa realizueshme disa objektiva. Së pari, objektiva qendrore nuk duhet të jetë më një protestë denoncuese. Denoncimi është një element i cili është ezauruar dhe gjithë publiku në një farë mënyre, edhe qytetari në tërësi këtë element e di. Dhe kush është arsyeja që nuk afrohet pastaj, duke ditur që ka një keq qeverisi. Arsyeja është që Partia Demokratike duhet flasë për të ardhmen. Nuk duhet Partia Demokratike të jetë me idenë ikni ju të vim ne. Dhe mbi gjitha duhet të shikohen rregullat e lojës. Do të thonë kodi zgjedhor dhe shumë elemente të tjerë, të cilët në fakt janë detyra të rëndësishme dhe për vetë Partinë Demokratike, e cila ka qenë pjesë, domethënë dhe enturazh i pushtetit të sotëm. Pra të shohim, si thua, në një farë mënyrë një lloj vazhdimësie, domethënë edhe një lloj agonie brenda opozitës, të cilën unë mendoj është e patolerueshme më nga qytetari i thjeshtë dhe që qytetari i thjeshtë të ketë shpresë, do patjetër që të japësh disa mesazhe konkrete të ardhmes, të cilët i shërbejnë domethënë qytetarit. Por me këtë doja thoja që fundit ndjehet një organizim më mobilizues i PD-s në tërësi, dhe që ka një përpjekje për të bërë diçka, por gjithmonë duhet ta shohë veten në pasqyrë, domethënë çfarë duhet bërë dhe si duhet bërë. Në këtë kontekst them që edhe incidentet pasaj i prishin, si thua, imazhin e një proteste që duhet të jetë sa më shumë qytetare. Ose duhet ishin evituar situatat kësaj natyre ku patëm atë lloj konfrontimi deri në përdorimin e fishek zjarreve. Një rrezik edhe për ata që ishin aty. Unë mendoj që domethënë nuk ka pse Partia Demokratike të shkojë tek, ne kemi qenë për protestat, të shkojë me kokën pas, të shkojë tek një parti e cila gjithmonë domethënë molotovin edhe elementet shpërthys i ka pjesë të kornizës së saj protestës. Prandaj them, duhet një opozitë e moderuar, moderne. Mezi po presim vija ajo ditë që Partia Demokratike të jetë moderne, të jetë si motrat e saj realisht në protestat që bëhen sot në kryeqytetet më të rëndësishme të Europës edhe të botës. Jo të vazhdojmë me një parti të vitit 1990, të cilën në fakt nga gjithë ai momentum i rëndësishëm që pati një zhvillim të jashtëzakonshëm, domethënë të qytetarit për të kaluar në një sistem demokratik, sot kemi, si thua, një periudhë kaq gri, kaq me tonalitete, domethënë të cilat nuk i takojnë më sfidave reale që ka, ne kemi folur Alba bashkë, sfidat reale që ka shoqëria. Shoqëria po shkon tek Europa dhe nuk mund të shkojmë tek Europa me Molotov. Po, do e bëjmë një analizë të asaj që ndodhi mbrëm, se më themi edhe eskaloi edhe tek efektivet e policisë, edhe te mediat që ishin të pranishëm, gazetar, shofer, operator që u dëmtuan, edhe patën një moment shumë të vështirë edhe për të raportuar. Ta bëjmë pjesë bisedës dhe avokatin. Alimadh, unë e di se ty të qanë shpirti për Shqipërinë, por kur i sheh këto protesta dhe kur kalojmë jashtë atij skenari, të paktën që artikulohet nga organizuesit, çfarë shihet e lë? Po, në radhë parë, protesta kishte një pjesëmarrje masive me njerëz e përbërë nga njerëz sigurisht militant të partisë, po jam i sigurt që ka pas dhe shumë njerëz të pakënaqur dhe që shohin si shpresën e vetme të paktën edhe nga ana simbolike për të shprehur atë lodhjen e tyre shoqërore. Nga ana e strategjisë politike të opozitës dhe të leadershipit aktual,
kjo protest nga një anë shërbeu si një valvul shfryere, si një kanal për të shfryrë ato pakënaqësitë që janë në këtë moment, kënaqësitë mbi të gjitha edhe në drejtim të opozitës dhe të leadershipit aktual, por nga ana tjetër, dhe kjo është ana më negative, legjitimoi në një farmase këtë leadership. Gjë që siç u tha dhe më parë, do ishte mirë të mos ishte legjitimuar dhe do ishte mirë që të kishte atë moralin dhe atë përgjegjshmërinë politike, pra të tregoj ky leadership, të tregoj të paktën një herë e dashur me Shqipërinë, patriotike, ta tregonte atë dashurinë për këtë vend dhe të krijonte kushtet për ta modernizuar këtë parti, për të lënë të rit me një frymë të re, me ide të reja, me energji të reja dhe pa interesa të drejt për drejta nga ky rend politik disa të rinë me energji dhe parime të reja vjetë. shpeshherë kanë edhe disa simbolika që i marrin nga e vjetra dhe nuk dalin dot kurrë nga, më themi, nga ajo vorbulla. Dhe besoj që ti e kupton shumë mirë se ku e kam fjalën. Kemi një paralelizëm, Alba, unë shoh një paralelizëm ndërmjet asaj rënjes së regjimit komunist në vitet 90, ku njeriu i ri socialist, diktatura, njeriu i ri socialist i veshja të këmishën e hekurt dhe në formën që kishte vendosur ajo, pra njerëzit pavarësisht nga trupi që kishin, dolën o të deformuar një nga këta mund të jetë edhe kryetari i opozitës aktuale, pra që ka pas këto simptoma, këto probleme. Ky 34 vjeç po krijon një njeri tjetër, s'po e quaj njeri socialist, mund t'i bëm një emër tjetër, po krijon të njëjtin efekt. Pra edhe ata të rinj që tentojnë, duam s'duan, kanë veshur atë këmishën e frymës së edukimit me politikën e këtyre 34 vjetëve, pra edhe këtyre të rinjve. Kjo nuk do të thotë që ne duhet ta provojmë të rinj sepse kemi frikë si janë si ata. Ne të rinj patjetër që duhet i promovojmë dhe patjetër që duhet i mbështesim. Problemi është leadershipi aktual. Dy fuqit pushtetin të cilat e kanalizojnë Avokat, me qëndro pak të këto dy alternativa që duhet t'ua japi mundësin. Ua dha mundësin, për te se kodis zgjedhor që e kemi folur, e kemi ezauruar dhe si bisedë besë gjithë së bashku, i dëmtoj, por u futën me rregullat e lojës që i dinin shumë mirë. Për herë të parë, Lëvizja Socialiste për Integrim, kur mori gati 94.000 vota, prodhoi vetëm 4 deputet dhe ishte mund të themi precedenti i parë që shkaktua politikën shqiptare kur një shumësia që madhe votash konfirmon vetëm 4 mandate. Në këto zgjedhje parlamentare, për herë të parë patëm shumë alternativa politike, ja dham votën disa prej eksponentëve politik, kush prodhoi një deputet, po them edhe Partia Mundësia me që është vetëm që ka prodhuar 2, është dhe Partia Socialdemokrate që prodhoi në fakt 3 deputet, por është gjë tjetër. U adham, mund themi, besimin. Ata që në parlament eksponent që janë anonim dhe aq më tepër orët e fundit, po listat e mbylluar që është debati e zauruar, aq më tepër nuk e di nëse e ke ndjekur Alimadh sa i takon deklarimi të pasurisë të disa prej eksponentëve, meqense ka nisë edhe regjistri atyre që janë sot në parlament dhe përfaqësojnë një shumësi të votave të qytetarëve dhe kanë edhe një pasuri të konsiderueshme dhe që se punojmë në media ti avokat, këtu kam një pedagog të nderuar, asnjëri nga ne nuk e zotëron atë lloj pasurie, ndërkohë që përfaqëson 64.000 vota, po them për Shqipëria Bëhet dhe është një person anonim. Pra dhe po t'i futemi analizës të disa, mund themi, eksponentëve politik, por edhe të partive politike, po të duash, të dalim disa konkluzione që mbase dhe s'dora pëlqejnë. Gaboj? Pra, nga qëse uaj, unë duhet të mendojmë, e jo dhamën së këtyre tani, shkoni kthejmë ende nga erdhët, edhe të vazhdojmë me këta që kemi. Kjo është analiza juaj. Më shpjegoni më mirë atëre. Jo, avokat, të dilni me analizën tuaj. Ja, ta japu një argument. Në qofse ta mbaroj me që ma them mua, më provokove mua të japun përgjigjen tani. Atëre. Në qofse ne ngeli puna që të shikojmë pasurinë, pra e mbaruam verifikimin e pasurisë të gjithë atyre që për 34 vjet na kanë sunduar, dhe tani ngeli të shikojmë pasurinë atyre që sapo erdhën, jam i sigurt që një luftë, një persekutim në drejtim të atyre që janë të rinj do ketë gjithmonë, sepse status quo-ja, privilegjet ekonomike dhe politike që kanë
dy polet e krijuara dhe të cilat mundohen me zgjuarsin, me gjën më normale që do bënte kushdo, mundohen ta kanalizojnë, ta kufizojnë atë konfliktin e tyre në të njëjtën kornizë, pra edhe protesta e djeshme për të kthyer çështjes, edhe protesta e djeshme qëllim kishte ta kanalizonte konfliktin me njëri tjetrin. Pra, ti je ai që po vjedh narkoshteti, ai tjetri thot ti je falteje jemi këtu, etj. Pra, ata në mënyrë simbiotike po ushqejnë njëri tjetrin për të mbajtur gjallë këtë rend politik. Okej? Mund ta quajmë sistemun e quaj rend politik. Dhe këta të rinj që po diskutojmë ne, që pretendojnë po na dalkan që pas kanë pasuri, na dalkan që kanë a shumë e pronat, a ku di unë, kur kanë qenë avokata, po ku di, këto do jenë patjetër këto alternativa. Dhe jam i sigurt që ata njerëz janë aty, që shohin gjithë ditën televizion normal që do kondicionon nga këto gjëra. Dhe prandaj mbas edhe nuk dalin për protesta me këto partitë e reja që kanë dalë. Okej? Unë mendoj që ka humbur morali politik. Kemi dëshirë ta ndryshojmë rendin apo jo? Duam ta ndryshojmë këtë rend apo jo? Kjo është çështja. Duam të ndryshojmë këtë rend politik ku po kalojmë një tjetër diktaturë si ai që kaluam në kohën e Enverit. Kjo është pyetja ime. Si mund ta ndryshojmë? Hajde të diskutojmë këtu si mund ta ndryshojmë. Avokat, e marr shumë seriozisht të provokim timi dhe të kam shumë mike dhe dua që gjithmonë të marr më të mirën nga tja që kur flasim për politikën e Shqipërisë që të qanë shpirti, po ta theksoj prap. Shkoj pak minuta tek Selia e Partisë Demokratike, megjithëse kemi zotin Berisha në një deklaratë pas protestës së ditës së djeshme dhe vijojmë bisedën. Qindra mijëra qytetar nga Tirana dhe mbar Shqipëria u përballën me guxim të jashtëzakonshëm për më shumë se 3 orë me falangat e krimit të narkoregjimit Edi Ramës. Nderim të madh të gjitha atyre qytetarëve, djemve, vajzave, burrave dhe grave të moshuar që nga Tirana dhe mbar Shqipëria protestuan në mënyrën më të vendosur kundër rilindjes kalpsir, kundër organizacë kriminale të Edi Ramës. Proteste e tyre nuk kishte lidhje me ndërtesat, as dhe institucionet kushtetuese. Protesta, revolta, zemrimi i qytetarëve shqiptar dje dhe që zjen sot në të 4 anë të vendit dhe në diaspor, ka lidhje vetëm me Ramaduron. Vjedhjet e tij qindra milionëshe miliarda euro, lidhjet e tij me krimin organizuar, kartel të drogës, lidhet me Lubi Ballukun, lindat e Ramës, ajo e Akshit dhe Surrelit, Ergyz Agasin dhe qeveritarët e tjerë hajdut. Dje, regjimi u trondit nga themelet. Dje, qytetar triumfur në rrugë dhe sheshet e Tiranës. U bën zëri ndërgjegjës së njerëzve të ndershëm, të cilë nuk pajtohen kurrë me një qeveri me lidhjet të tmerrshme me drogën dhe krimin. Nuk pajtohen kurrë me një qeveri që nuk del nga vullneti i tyre, por nga farsa elektorale. Nuk pajtohen kurrë me një qeveri
që vjedh gjerë në 90% të taksave të tyre dhe çmendurisht të gjitha dhe pasurit publike. Djata ishin pra vetë nërgjegja e kombit në betejë. Ata u përcollën mesazh çdo shqiptari se nuk po luftojmë për veten tonë, se nuk po luftojmë për Sali Berishën, se nuk po luftojmë për Partinë Demokratike, as dhe parti të tjera, se po luftojmë për nërgjegjen e njeriut, për dignitetin njerëzor, për interesin kombëtar. Po luftojmë dhe për ju që po na ndiqni në televizione, po luftojmë dhe për ju që mund mos u pëlqej protesta. Në fakt, po luftojmë dhe do luftojmë për çdo shqiptar. Kjo është veçantia e kësaj proteste. Kjo është protesta e nërgjegjes. Dhe nuk ka asgjë më të fuqishme. Nuk ka asgjë më të pathyeshme. Nuk ka asgjë më të pamposhtur se sa ajo që buron nga nërgjegja e njeriut. E vërteta, protesta pati një risi jashtëzakonisht të rëndësishme dhe themelore. Ajo u dominue nga rinia, nga të rit, adoleshentët, u dominue pra nga guximi, energjia dhe vendosmëria e trive. Një ogur i bardhë shumë ky për shqiptarët. Një shpresë e vërtet se do jenë të rritë dhe gjenerata e tyre ata të cilët do të përmbysin, do të largojnë nga pushteti këte organizatë kriminale. Dje, narkopolicia me urdhër të Edi Rams e komanduar nga proda i krimit, proda i Gysagasit edhe Suel Çels, përdori dhunë të egër ndaj protestuesve. Goditi me gjitha mjetet, përdori gaz lotësjelës të skaduar i cilin konventa ndërkombëtare përbën helm luftarak dhe s'mund përdoret kur ndaj protestave. Gazi lotësjelës ishte i skaduar prej 3 vitesh. Dhe ai, pas skadimit është e njohur se transformohet në helmet tjera të cilat japin dëmtime të rënda të sistemeve, por mund të shkaktojnë dhe humbjen e pamjeve. U përdorën topa të ujit dhe mjetet të tjera. U goditën me shkopi protestues paqësor. Dhe u arrestuan, u ndaluan brutalisht në akte që lartësohen në krime kundër njerëzimit. Fëmijë, 10 vjeç, tek dilte nga xhamia, vjeçar, Romeo, dhe s'kishte asnjë lidhje me protestën. Ai kishte ardhur me detyra të ngarkuara nga familjarët e tij.
e morën në mënyrën më të turpshme, më kriminale. Do të ushtojnë kohë të gjatë lutjet e tij ndaj atyre banditëve, 5 burra që tërhiqin zvarr një fëmijë 10 vjeçar. E çuan komisariat. Shkelen konventat ndërkombëtare. Ftyra e vërtetë e Edi Rams, i cili edhe kur tjetë puna për karrigën e tij nuk ndalet as për krime para fëmijëve. Akte kriminale ndaj fëmijëve. Po kështu, agresuar, qytetarë që s'kishin lidhje me protestën, agresuar, arrestuar, qytetarë që nuk ishin fare në protest, u sollën egërsisht dhe në mënyrë të padej ndaj deputetëve, agresuan disa deputet, Luciano Boçi në kryetarin e partisë, Zia Ismailin, deputetën e Beratit, Besar Xhaferin. Agresuan si të droguar. Akte këto vetëm të njerëzve në panik të tmerrshëm. Të njerëzve pa shpresë. Përpjekje për të mbuluar krimet monstruoze të Edi Rams, Lubi Ballukut, Lindës Akshit dhe Lindës Surrelit, Ergjys Agasit e të tjerë. Të dashur qytetarë dhe qytetare, mbrëm fallangat e krimit shoqëruan dhe arrestuan komisariatet e policisë, guzimtarët, Ergi Shkurta, Elvis Mirashi, Ardian Toli, Sali Saraçi, Besnik Bali, Leonard Xhebaxhiu, Rej Hasku, Alket Toska, Edison Huli, Blendi Spaho, Elton Hoti, Romi Bizhoti, Hamzat Cani, Tomas Koja, Ardian Lici, Anduel Leshi, Anastas Memo, Alan Lika, Klodian Bajrami, Elvis Visha, Recep Tarja, Noel Masha. Në komisariatin numër 2 u arrestuan Besnik Bali, Xhebaxhiu, Leonard, Roni Bizoti, Elton Hoti, Hamzat Cani dhe u lirua një qytetar. Në komisariatin 6, Blendi Spaho, Skënder Toska, Edison Huli, Ardian Toli, Sokol Gjoni, Elson Mirashi, Kanto Toli dhe të shoqëruar këta të trekta. Pra, si të shifni, dhjetra, mbi 27 të ri, të cilët nuk kanë kryer në mënyrë absolute as një shkelje ligjore, përveç se kanë shpresë zemrimin e tyre ndaj Edi Rams, Lubi Balluku, Lindës Akshit, Lindës Surrelit, Ergjys Agasit
dhe bandës tyre. Ata të gjithë sot janë në komisariat dhe me urdhër të Edi Rams vazhdon fushata e arrestimeve të qytetarëve. Denoj me forcën më të madhe këtë terror kriminal ndaj protestuesve. Denoj keqtrajtimin që u bë dhe një qytetarje e cila banonte në shtëpinë e fëmijës dhe që absolutisht s'kishte asnjë lidhje me asnjë akt, të çfarëdo lloji, e goditër. Për të justifikuar dhunën kriminale ndaj të rive dhe ndaj fëmijëve, Ilirian Çela apo Agasi apo banditin kryet policisë mashtroi shqiptarët, tha u plagosën 12 policë. Partia Demokratike me njëherë mori kontakt me të gjitha qendrat spitalore të Tiranës dhe nuk rezulton në këto qendra të jetë paraqitur qoftë dhe një polic i vetëm i plagosur. Po, ato kanë marrë qytetarin nga Berati, nga shtratin spital në komisariat, në një akt brutal dhe kriminal. Por policë të plagosur për spitalet e Tiranës nuk ka patur qoftë dhe një të vetëm. E garantoj Edi Ramën se personalisht do bëhet përgjegjës për dhunën që u shtrua ndaj kryengrizëve paqësor. Dhe se çdo akt dhune ndaj guximtarëve do marrë ndëshkimin e merituar. Por dje duhet ta pranoj. Po ndihnim këtë konferencë për media të kryetarit Partisë Demokratike Sali Berisha nga Selia, në një kohë që na bashkohet në studio Ipsen e Lezi, demokrat, por jo i Berishës. Të prezantova si duhet. Kjo terminologjia demokrati Berishës, demokrati Bashës nuk shkojnë të dyja bashkë. Kjo është demokrati me parimet edhe me partinë. Faleminderit shumë që na bashkohet. Me Partinë Demokratike. Faleminderit shumë që jemi ne. Nisë një argument para me profesorin. Tani, me këtë reagim që patën në teren, i jep më shumë zemër Berishës që të lëviz motorët së bashku me strukturat dhe së bashku me kupolën drejtuese të Partisë Demokratike që në protestën e radhës që s'kemi akoma të lançuar një datë, të punohet më shumë, që të kemi akoma më pjesëmarrje masive? Po çështja është që unë mendoj që i jepet zemër vetëm Berishës, edhe jo qytetarit. Dhe ky është thelbi i çështjes. Është shumë sfidë e madhe që opozita ta ngrejë qytetarin, ta ngrejë në shqetësimin e tij. Po për Berishën patjetër është si një lloj detyrë shtëpie dhe për atë enturazhin e tij që janë në parlament atje, të cilët fundi-fundit e kanë kthyer në një lloj monologu gjithë këtë lloj aksioni. Megjithatë ka përpjekje, kuptohet që ishte një protestë e cila nga protesta që shkoi kishte një organizim më të mirë, por gjithsesi është një organizim që shkon vetëm tek militanti dhe jo tek qytetari. Dhe prandaj them që është gati një lloj monologu të cilit ripërsëritet në një formë duke pas parasysh edhe gjithë skenografinë, domethënë të ato pamje që erdhën me dron, ajo pasqyrë e kësaj proteste, mendon se nuk frymëzon apo nuk jep shpresë atyre që janë elektorat gri? Shiko, për mua nuk ka rëndësi ndoshta kaq shumë elementi pjesëmarrjes se sa mesazhi. Dhe nëse ne nuk kemi analiza sepse kaq pak tek foltoria dhe është bërë objekt batutash, po kushtojmë këtë panoramë tjetër. Mos ta kalojmë këtë çështje sepse kjo është pak edhe një luftë mediatike, domethënë.
është një luftë që mediat e majta bëjnë deri diku shumë fort për ta minimizuar, domethënë, aksionin e opozitës. Po na duhet flasim për të vërtetat që lidhen me protestë. Vërtetë e madhe është që nuk ke një qasje për të ardhmen, ke vetëm qasje denoncuese që deri diku ne i tham. Është një publik i cili i di dhe publiku pret nga opozita edhe nga Partia Demokratike, domethënë si ne do futemi në një vizion të ri. Nuk kemi vizion të ri, kemi elementet padyshim të keqeverisjes dhe nuk kemi realisht një shpresë reale si do dalim. Nuk mund të jetë shpresa ikni ju të vim ne. Kjo nuk është shpresë për një qytetar. Domethënë, për një militant mund të jetë një gënjeshtër e radhës, po jo një vizion i qartë i cili të dalë. Dhe pastaj unë them që Partia Demokratike duhet të moderohet. Është një parti e vjetruar në koncept, në qëndrim dhe në leadership. Domethënë, është një leadership i cili pak para folëm është si shkak pasojë e listave të mbyllura. Ke shumë deputet që kanë qenë në përqarqet, të cilët kanë dalë në mënyrë skandaloze në përqarqet e tyre, domethënë si të dërguar nga Partia Demokratike dhe në fakt janë sot deputet, të cilët dalin marrin mikrofonin për një protagonizëm domethënë vetjak, se sa në fakt për një shqetësim real, domethënë që duhet të ketë shoqëria, dhe të gjitha këto e kanë minimizuar, domethënë hap pas hapi gjithë këtë aksion i cili në fakt duhet të ishte një qasje domethënë komplet tjetër. Ibsen, provën e zjarrit në protestën e parë kombëtare besoj se e kaloi Partia Demokratike. Kjo protestë ditës së djeshme. Si e pe? Çfarë analize arritet? Provën e zjarrit se Provë e zjarrit në sensin që foltorit e SHN-s u bën dhe objekt mbase batutash se pse kaq pak mbështetje nga ana simpatizantëve kur vetë eksponentë Partisë Demokratike nuk dilnin, pra nuk ishin aty afër foltores për të qenë së bashku me familjen e tyre politike. Por shohim që protesta e parë dhe ajo e djeshme ishte një pasqyrë tjetër, një mbështetje tjetër nga ana e qytetarëve. Kjo është protestë kombëtare me sa diun. Po. Numri total i personave që marrin pjesë në atë protestë, që ta thjeshtëzojmë. Sa shkon? Ja 20.000, 30.000. Kur kam qenë unë përballë Berishës, 40 e sa mijë vota ka shënuar në letra. Po ky nxjerr dot ato që i japin votën, e besojnë për kryetari PD-s. Tash ç'a provë zjarri dhe ç'a proteste, sado e madhe të jetë ajo, kur ai nuk shkon në kufit e 20.000 vetave, gjysmën e atyre që e votuan, 1/2 të vijë aty në protestë, kjo pastaj duhet marrë në analizë. Pra, është një protestë qytetare, se të thonë revolt. Është një për shkak se është organizuar në kohë dhe në shtrirje gjatë kohore, ajo është një protestë e Partisë Demokratike me militantët e saj. Pra nuk futet komponenti qytetare. Qytetare është ku rritet gama e pjesëmarrësve aty. Duke mos arrit nxjerrë edhe njerëzit e vet, ti mund ta qush atë të suksesshme për shkak sepse bën zhurmë, dhe ky është personi që bën më shumë zhurmë se Adriatik Lapa dhe Agron Shehaj, se ato bëjnë zhurmë, ai sa bëjnë ato me 1000 vet, 200 vet, 300 vet. Dhe ky domethënë vetëm gjë që kjo fakton është se Partia Demokratike si një forcë e vjetër politike, e hershme, 30 vjeçare, me struktura në gjithë Shqipërinë, mbledh më shumë njerëz se Agron Shehaj dhe Lapaj, ose në tjetër kush është ky Erlin Qorri. Po që ta trondit nga themelet, si që thotë, nuk shoh që të ketë në tronditje këtu, se do ta kishim gjuhë këtë tërmetin e tronditjes nga themelet, dhe ku nuk arrin do të nxjerrësh gjysmën e njerëzve të tu, që të votojnë ty personalisht. Ose për ndryshe ka 10 votat, thonë që unë 10 votat edhe mrena partisë. Dhe nëse ky 10 votat mrena partisë bashkë me gjithë enturazhin e vet, këtu nuk është çështje pikpamje, siç e tha pak më përpara parafolsi. Çështja e pikpamjeve është një fazë e dytë në demokraci. Tu është çështje bazike e rregullave dhe normave, principiale që janë të shkruar edhe në kushtetutë. Janë të përcaktuar me saktë. Dhe njerëzimi ka derë gjak për të arritur deri te këto. Do të mohon këto parime të rëndësishme të demokracisë brenda subjekteve nga gjithë ky enturazh politik. Kjo është çështja, kjo është betejë shumë e ashpër antagoniste, nuk është betejë pikpamjesh, betejë të pikpamjeve, siç e tha parafolsi, është ka këtë, që ne debatojmë, bijem ose s'bijem dakord. Betejat mbi parimet, mbi shkeljen e parimeve janë beteja antagoniste që nuk ka pajtueshmëri. Pra që do të thotë, po ula unë me ty që ti ke thyer rregullat, unë bëjmë gjysmë maskara, mos u bëfsha maskara i plot sa ti.
Pra, ne do të orientojmë shoqërinë drejt këtij këndvështrimi, që kjo betejë që kemi në përpara është betejë principiale, pa kompromis dhe me kputje duarsh, apo është betejë kundërshtish pikpamjesh. Nuk jemi të kundërshtia pikpamje, po të themi njerëzve që ne po debatojmë për pikpamje, këtu i mashtrojmë rënd. Pa dashje, pa dashtë. Këtu është drejt për drejtin, i tuf hajdutash në lidhje me votën, si ndodhi fenomeni edhe në Kosovë. Po ama, Albin Kurti, për cilun nuk zë një respekt si politikan, pavarësisht që ai mund ta meritojë të jetë më i mirë se është më i miri atje, për pikpamjet e veta nuk, për atë çfarë ai ka si pikpamje, por Albin Kurti doli dhe tha dhe gjithë elita politike t'i kputën duart atyre ty në burg, dhe s'ka falje për ato që prekin votën, sepse duhet mbrojnë sistemin. Nërsa ato janë një tuf hajdutësh, që s'kan kodin moral. Dhe me të drejtë i thu pse nuk ndodh revolt. Kjo që bëhet nuk quhet revolt. Revolta ndodh në momentin që ndodh fenomeni. U kap X person, ndodhi një skandal i madh, njerëzit çohen më njëherë. Siç ndodh kudo, kjo quhet revolt. Pra revolta vjen instiktivisht e me njëhershme dhe në grup po. Në qoftë se ti shkputesh të pasnesëm, nuk është më revolt. Janë njaftor gjakrat. E qartë. Ti mund të zihemi keq tu revoltohesh, jo të nesër, si revoltohesh, zihemi ne tash revoltohesh nesër, ti si? Pastaj duhet të shkoj të vizitohesh ke probleme që të vjen me vonesë revolta. Tash i kushton, pse shtrohemi që s'është revolt kjo? Thash për arsyet që i thash, dhe e dyta, pse nuk ai pikpyetja më e madhe pse populli nuk çohet në revolt. Populli çohet në revolt kur ka besueshmëri te dikush që e drejton drejt revoltës. Po kjo është si puna e ujkut me atë çobanin. Këta i kanë thënë kanë gënjur, jo, po e kanë gënjur në vazhdimsi popullin çohu për revolt dhe pastaj janë tallë me revoltën. To tregoj rastin e Kuksit, ishte revolta. Ndodhi u revoltuan njerëzit edhe do të thoshte u bë pasadi po vazhdonte presioni për të marrë traunë, se nuk e bëri dhe e hoqit nesëm. Dhe ç'a ndodhi? Në protestën e Kuksit këta Lulzim Basha dhe Sali Berisha ishin dy personat që e fikën protestën, në kuptimin figurativ. Si e fikën? Ky bërtiste mos e fikni. Po kur erdhi u rivendos trau, ky me 40 vjet tha që do dalim do vendosim të trau, mylli telefonin, as nuk fliste fare. Domthon, të jesh mjeshtër i përdorimit situatave, dhe konspirohesh me veprimet tua nëse ti nesër mbetesh vetëm kuadrin e fjalëve. Dhe Sali Berisha i thret ato njerëz dhe është për të ardhur keq. Se ai aty është populli pjesërisht edhe populli 2 Marsit. A kupton ti është populli 2 Marsit ajo? Intelektual me kollare, me ka 2-3 akademi, paftyrësisht dalin krahët Ilirmetës për të mbrojtur kushtetutën. Që në kuadër norm, ne jemi në gjendje normale dhe po të them un palaço, thotë ha mos e rando. Ato nuk janë palaço, janë maskare fare. Dalesh krahët Ilirmetës, në popullin 2 Marsit, të vendosësh të mbrosh kushtetutën dhe të vendosësh demokraci, kjo është kapësh kokën me dur. Sepse nuk është se ti nëpërmjet sepse e kam drejt për drejti me faktin që lëvizjet dhe pikpamjet dhe morali shkojnë bashkangjit edhe me grupin e individëve. Duke mos shku bashkangjit me grupin e individëve, atëherë ndodh shfryrja e revoltës. Pra zjarfiksit e gjendjes opozitare, gjendja opozitare është revolta, janë pikërisht Sali Berisha me të tijet që është aty. Pra me gjithë ato antarët e kryesisë, me Saljanrat, me Gazmendbardhat, me gjithë çka janë aty. Dhe po Saljani kanë përshtypjen po bën një aksion tjetër, që është relativisht. Po edhe Sali Berisha si Saljani po e bën, po e kanë gjendër më të madh. Po Saljani Sali Berisha akoma nuk është kritik për çdo frymë të re dhe për dikë që ka iniciativën të dalë kundër dikujt. Se një ndër të parë që ka qenë kundër Zorit Berishës ke qenë ti. Mos ma ngatro. Po më gjete argumente që unë jam palaço, gjithë ato çfarë them unë, jo, për shkak veprimeve të mia, të lutem. Ti ke qenë një zë kritik ndër më të lutem ta shpjegova pak më përpara. Berisha. Që jo ti pa ato që më gjën. Të lutem ato që më gjën. Kur flasun me këtë gjuhë, mos më thon pse flet me këtë gjuhë e parashtrova përpara. Po ti je shumë korrekt. Tash ajo që po them unë është kjo. Që gjithë s'po e marrim Saljanin se u revoltuan. Jo e kam, a duhet i frymë re? Nuk e kam thjesht ke emri ta dish. O ta argumentova, nëse më ndjek logjikën, të shpjegova që shkojnë paralelisht pikpamjet, kodi moral dhe individët shkojnë paralelisht. Dhe unë po them, ajo fryma aty nuk ndodh, dhe revolta nuk ndodh,
sepse këta që duan të drejtojnë revoltën nuk e kanë kodin moral. Dhe kur shtrojmë në aspektit e kodit moral, çdo lloj individi duhet ta provojë kodin e vet moral. Ka pas Aljanin sepse është i vërtetuar me certifikat për një mashtrues me vendim gjykate. Është radikal me vendim gjykate. Si dënim politik atë, pse duhet ta shohësh thjesht si një... Po sepse e di se është dënim politik, se i di edhe nga e de facto fundit nga foltorja e Partisë Demokratike dhe vetë institucioni ishte që të ndiqej ai aksion, megjithatë nuk ka rëndësi. Si më fal, si? Gjithë deklaratat që vinin nga Fronti Demokrat në momentin që ai bën tripalën e denoncimeve vinin nga foltorja e Partisë Demokratike. Ajo nuk është deklarate, para ajo është bashkëfajtor në falsifikim faktesh, po megjithatë s'po futemi. Ta bëjmë pjesë, kemi edhe ftorin tjetër që mos e Alimat, faleminderit që na prite. Të analizojmë bashkë një element. Nuk e kam audion? Po. Okej, tani po. Alimat, ky reagim, kjo qasje që po mban zoti Berisha, patëm dhe këtë deklarat për media që ndoqëm një pjesë të saj. Berisha e ka si garë me veten, pra për të treguar edhe asaj luftës së brendshme që ka ndodhur në kampin demokrat që unë frymëzoj akoma për te asaj që artikuloni ju, apo e ka garë me ato që është brenda kryeministrisë që artikulon të pakorme para kësaj proteste që qëndroj aty nëse ti vërtet je aq i fortë sa ti je përballë nesh. Pra qëndroj në zyrën e kryeministrit kur ne do të revoltojmë dhe do të jemi përballë institucionit që ti drejton. Absolutisht është hipoteza e dytë, versioni i dytë. Ose më saktë, Sali Berisha do të legjitimoj monopolin e vet mbi opozitën. Ky ishte qëllimi i tij. Pra, ai ishte i eksituar dje kur pa ata njerëz, siç u tha, nuk ishin aq shumë, nuk përbënin as gjysmën e votave që morin në zgjedhjet e fundit, por ai u eksitua kur pa gjithë ata njerëz sepse po legjitimoi dhe rinovoi skadimin e agonisë ti politike. Në këtë Shqipëri, të kësaj politike, të këtij rendi politik, kuptuam dhe u relativizua dhe u legjitimua që mungon një kod moral, mungon nga ana e pushtetit aktual, sepse me gjitha ato skandale të pa dëgjuar më përpara, nuk pati asnjë reagim, nuk pati asnjë dorëheqje, por po mungon edhe nga ana e opozitës, e cila mendon se nga leadershipi aktual mendon se gjithmonë e trajtojnë si plaçk, si pront vetën, edhe mendon ai, duhet vendosi ai se kush do të drejtojë atë parti, kush do marrë çelësat e asaj partie. Unë mendoj që kemi një palë çelësa të pushtetit, qoftë ai i politikës edhe i politikës aktuale që sundon dhe i politikës në opozit, kemi një palë çelësa të bëra me dy kopje. Një palë e mban kryeministri aktual, një palë e mban Edi Rama. Këto çelësa nuk e japin asnjëriu. Nuk duhet japin asnjëriu për gjitha arsyet që i dim. Për gjitha arsyet që i dim, sepse duan të mbajnë atë status quo, por me që ai që ka fituar zgjedhjet e fundit, me djedhje, pa djedhje, ka një farë legitimiteti, se thotë unë fitova 83 mandate në parlament. 83 mandate. Si do ja bëjmë që të zgjidhim problemin? Si do ja bëjmë që të prishim hallkën e krijuar nga këta të dy, që siç thash, në mënyrë simbiotike ushqin njëri tjetrin me atë kordonin e kërthizor. Si t'ja bëjmë? Atëherë, ti drejtojmë këtij 84 vjeçarit që na flet për ndryshim, po ai s'mund të tallet akoma me mua pas 34 vjetësh me atë dialektikën e tij që shpesh për te retorikës folkloristike, me atë dialektikën e tij ku akoma më flet edhe sot që e pam tani në konferencë shtypi si një bilanc i një betejë të luftës nacionale çlirimtare, duke ai mase do dëshironte të kishte heronj vërtet, ai mase ka dëshiruar që të përsëritej ai 21 janari, pra të kishte viktima me palët e ndërsjellta, por nuk arriti dot. Megjithatë, ai shumë i kënaqur. Qëllimi i tij është mos të ketë ndryshim në status quo politike. Pra ai të mbajë monopolin e politikës dhe të qëndrojë në comfort zone. Sa të ketë mundësi. Si numri 1 i opozitës. Ai futur në comfort zone. Po jo vetëm ai, po dhe ata që rinë bodyguardët që rinë nga mbrapa, të cilët nuk do bënin kur, të gjithë ata burokratët që i shohim anës ti servilat, të gjithë ata që nuk do bënin dot pa Sali Berishën. Qofse Sali Berisha do binte, do i lëshonte poltronën koltukun dikujt tjetër, ata do ngeleshin si peshku pa ujë dhe frika e tyre, edhe Sali Berishës vetë mendoj unë,
është që duke lëshuar pushtetin politik, kam frikë sepse humbasin dhe pushtetin ekonomik, pra influencën në ekonomi që e ndajnë bashkë me ata që janë në qeveri. Kjo është e vërteta. Kodin etik e kuptuam, një moral nuk ka, nuk është edukuar dhe nuk edukohet kur. Faktori ndërkombëtar po ndikon negativisht, sepse nuk është se kemi një model morali në kontekstin ndërkombëtar në këtë moment, ku njerëzit po bombardohen, po zgjidhen president amerikan që kanë probleme serioze me krimin edhe me të kaluarën e tyre, kështu që kjo po legjitimon atë që është në fuqi, në pushtet që ka Çelsat, një kopje të Çelsave, po legjitimon edhe 84 vjeçarin që na flet për ndryshim. Edhe më thot në dije dëgjova që tha kjo punë nuk ndryshohet me vot, po ndryshohet me protesta. E dim shumë mirë me statistika që me protesta nuk është ndryshuar asnjë politik. Ajo do të ndryshuar me vot, duke ofruar një alternativë moderne, duke ofruar një moral të ri, një vizion të ri, jo duke vazhduar me thashë themet që karakterizojnë shpesh politikën shqiptare, që fillojnë nga ropët e shtëpisë, e ku di unë duke goditur personalisht personat, pa ofruar një alternativë, një program konkret. E pat shumë mirë që ofroi opozita, që propozonte Sali Berisha në fushat elektorale. Gjëra të pamundura, sepse ishte i sigurt që nuk do fitonte, pama ishte i sigurt gjithashtu që do ngelej aty kryetari i asaj opozite, sepse ai parafolsi nga Veriu që e vlerësoi për faktin që pas ka kundërshtuar Berishën, po më bëri çik më zgënjeu kur filloi të shante tani atë Italianin në favor të ndonjë tjetri, që nëse ne arrim që atë moralin e organizimit tribal të klaneve ta zhvillojmë, ta zhvillojmë përpara, kam frikë se Sali Berisha atë do. Sali Berisha atë do që të ndajnë në klane, njëri që mbështet Salianin, tjetri për të fituar luftën kryesore kundër Berishës, ne do t'i mbështetemi njërit, le të jetë ai çat jetë, për të fituar luftën është kjo. Pastaj, kur të fitohet lufta, zgjedhin personat e dur, kush ka pasur më pak, kush ka pasur më shumë. Mos u kanalizoni vetëm tek emri i Salianit, ishte një artikulim ke koncepti i aksionit mënyrën drastike të shprehur. Jo, ishte një artikulim që pati Ibseni dhe avokat mund të them diçka. U mor pak si në fakt ju më zgënjyet këtu në fund kur e mbyllet, sepse e para përdor në termin sharjen që unë nuk e shava, po thash është i certifikuar me vendim gjykate dhe kam fakte që është falsifikator. Në qoftë se ti mendon se ne e kemi luftën me Berishën, nuk e kemi me fenomenet, atëherë ti bën një gabim në mbyllje të arsyetimit tënd. Unë Salianin e mora është fenomen. Dhe është një fenomen negativ, në qoftë se ne për shkak të pritshmërisë dhe dëshirave projektimit, lutem, projektimit dëshirave tua, të heqim Berishën dhe të zgjedhim persona pa kod moral, ne biem njëtin batak. Nëse ti si analist dhe avokat e shet deri këtu, unë si politikan e shoh pak më andej, për atë punë mbaj këtë qëndrim, s'kam gjë personale me personin. Po kam bëjmë me staturat e politikanëve se si duhet jenë për të garantu sukses nesër, për të garantu progres. Qofse ti e ke politikën, hajde të heqim Berishën, unë nuk e kam deri aty se e quja asgjë këtë. Në këndvështrimin tënd, këndvështrimin tim është si ta heqim dhe ta zëvendësojmë me të mirën. Po si vetëm ta heqim dhe ta zëvendësojmë me bërje Dirama. E bërje Dirama me Ilir Metën. Të ketë sa më shumë Salianja, unë shpresoj të ketë më shumë Salianja. Të ketë sa më pakore, që sa më shumë se në e fëmijë që në shumë fare gjitha të analizë. Por të ketë sa më pak Salianja dhe sa më shumë burra më burrë dhe. Jo. Unë mendoj që Jo, kjo është profesor. Jo. Mos kalojmë ofendim, janë eksponent politik, i pëlqen është komplet e drejta jote, jo. Shiko, unë e kam për këtë shaj unë Salianin po flasë interpretohet keq në publik. Interpretohet, po lutem. Analizat e tyre janë shumë ku përmendim emrin e dikujt, kushdo qoftë ai, edhe Ali Madhi, profesori. Përmend emrin tim për çështje të caktuar me ty, unë nuk mbetet hatri fare. Jo, absolutisht jo, ti jeni figuruar që unë kam këtu në studio, pra ne kemi është figurë politike dhe unë po merrem me tiparet, po merrem me faktin që ju nuk besoni Salianër ata po. Mund të jap një argument emrin e dikujt tjetër, jo pra pak më elementit të emrit, japi një argument. Po argumenti ishte ky që unë emrin e mora për ilustrim. Unë them këtë gjë. Pse është një aksion i vlefshëm? Një që vetëm thjesht emrin e Salianit, po të një grupimi të ri që përpiqen modestisht. Fenomeni. Modestisht të krijojnë një frym të re debati dhe dialogu.
Këtu nuk është adje kush ta marrë kështjellën. Këtu PD-ja ka shtërruar debatin dhe dialogun brenda saj, që nuk del dot në një aksion të ri, domethënë modern. Edhe herë kjo fjala modern. Ç'është modern më normal, thuaj që moderni se s'ka vend për modernizmin e sfidave me Europën edhe sfidave me botën në burr, po jo modern brenda Profesor, ja ti bëni pyetje tjetër. Më fal, vetëm ta sqaroj këtë gjë. Dhe mbi të gjitha është kjo, nëse për çfarë mendoj unë që Saliani përtej asaj gjës që mua më duket domethënë e diskutueshme. Mendoj që ka qenë gjykatës një vit duket i diskutueshëm. Ore më le të them një gjë, është fitues, domethënë në të gjitha aksionet e tij që lidhen me në terren ka performuar shumë mirë. Dhe ti ke një grup atje deputetësh që kanë qenë kryetar qarku e tjera me radhë, të cilët kanë qenë humbës sistematik dhe vazhdojnë dhe kanë ato karriget të deputetit që nuk i beson më publiku dhe nuk i beson më asë thënë ndryshe, ishte në kavaj, performoj shumë mirë, ishte si deputet politik në forcë, performoj shumë mirë. Po jo, më s'është fare mashtrues, se nuk ka performuar mirë kur ishte në terren. Ky është totalisht në kavaj, duhet Jo, kështu duhet të flasë. Unë kam 30 vjet që nuk mësoj do të flas kështu dhe nuk e kam mend me mësu tash në punë. Lutem. Këtu po flasim se si e ka këndvështrimi jot i problemit është krye kput i gabuar. Pse? Sepse ti të projektosh dëshirat dhe të ardhmen të njerëzit e gabuar është po aq e rënd sa të mbështesësh njerëzit e gabuar. Çka ka ajo ti argument atje, ç'është kjo tash? Ky është argument që them unë. Duket çështje personale jote. Si personale, më ç'lidhje personale. Fenomeni po diskutohet. Ku është personale këtu? A thot kjo nisëm që mos i vjedhen votat PD-s nga brenda. Kjo nisëm, ja ta them unë. Kjo nisëm, jetu keq nuk po keq informon dhe po keq interpreton. Kjo nisëm është që të ketë një rishikim total të mënyrës si zgjidhen njerëzit brenda PD-s. Më thuaj të lutem, në cilin moment ti sheh që kjo nisëm ka parime të forta në atë çfarë bën? Një. E dyta, kjo nisëm po ta tregoj unë, kjo nisëm përfundon deri aty. Keq flamurin dhe Salianin. Kaq është. Jo, unë mendoj nuk është. Po të shohësh në herë kjo nisëm nuk ka analizë plot. Pse? Nuk ka analizë plot për atë çfarë ndodh në Partinë Demokratike. Dhe unë kam të bëj vetëm një pyetje të shkurtër dhe çështja personale, unë nuk merrem me çështje. Po të kisha çështje personale isha atje unë te Saliani ato. Mos ndoshta çdo fraksion i ri që ka dalë nga Partia Demokratike të paktën 4-5 vitet e fundit e sheh lëvizjen Saliani me shumë rezerva për shkak të asaj që po bën në terren, se është i njëjti artikulim që ka çdo eksponent nga lëvizja e Bashës, nga e zotit Ali Bej, pra nga lëvizjet e reja politike që kanë dalë nga Partia Demokratike. Dhe kur pyeten për lëvizjen e Salianit kanë këtë lloj argumenti. Apo gaboj unë këtu? Jo, shif, kjo puna e mbrojtjes rregullave është betejë e hershme. Kanë bërë para meje njerëz edhe me karrierë më të gjatë dhe me forcë politike më të madhe. Do ty vetëm për një element. Je një ndër kritikët e parë të zotit Berisha që ke marrë edhe kosto. Po ke marrë edhe kosto mbi kurrizë për këtë gjë. Tjetër edhe e pranoj. Unë s'kam pranuar kompromisin. Po prandaj pra në këtë studio. Unë kam pranuar kompromis kur dalë dhe them që këtu vi 10 vota. Pra kur dalë dhe them që Gazmend Bardhi me 18 janar bashkë me 18 dhjetor bashkë me Salianin manipuluan një kuvend, të gjithë enturazhin e Bashës. Kur dele të them që kuvendi prillit nga burën institucionet nuk numërua vota. Këto janë shkelje siç ndodhi në Kosovë, shumë më e rëndë është kjo që ka ndodhur se sa në Kosovë. Saliani sot është pikrisht në atë kupol dhe ngjohet zëri nga brenda, sepse është i emëruar nga Berisha. Fare mirë unë kisha pozicion më të rëndësishëm se Saliani se ma ka ofruar Berisha, po nuk kam kurajo më të flas për ato pikpamje dhe për ato rregulla që i mbroj. E qartë, ç'është parimi, po. Fakti që Saliani është në një institucion i emëruar tregon gjithçka, që në momentin që ti të pranohesh, është i përjashtuar, siç e ka është emëruar antar kryesie. Jo, po është i përjashtuar. Unë po them ka qenë emëruar më. Gjithkohë çon mesazhe që i bën Salianit, po nuk bën dinjitoze të flasësh për frymën e re. Po çfarë frymë? Kjo ka shumë rëndësi. Frymë këtu s'ka lidhje frymë e re, mos edhe fryma e re është, edhe fryma e re është koncepti. Edhe fryma e re është koncepti i gabuar. Ai që normale dhe Ali Madhin. Se kemi dhënë me pakon televizive. E imi e vjetruar. Shumë e vjetruar kjo formë si e diskuton. Para një nuk po diskuton. E nis domethënë a vjen 10 vota brenda PD-s.
Po apo jo? Po e ka vjetë Saliani më po të themon. Tashi duhet me vazhdu. E ka vjetë mo. Ore në po themi një gjë, do të thënë një gjë që është principiale e para. E dyta. Qa principiale të më shvjet vota dhe ti thu normal e ka vjetë këj po së të mërë të punë. Ka dhe një nga to titrat. Ti e di si gjykon ti ajo. Do më thënë, kur thotë Rama që thotë që, do më thënë, është partia e dhunës. Rama është mjeshtri i dhunës, se 21 janari që të përdoj së pari Rama një. Po mos ma kanalizon në qëndrimet të tjera. Në gjëra që ja vlen mos... Ali Madh, me që se kishe një ndërhyrja, se të kemi dhënë më pako televizive sot dhe të kërkoj ndjes. Jo, nuk më gëlet qefi. Desha të bëhet qartë Ysenit dhe miku tjetër aty në studio. Flasim, a i përdori termin fenomen. Pra, po flasim për fenomenin, apo po flasim për figurën e vetme, e veçantë. Fenomeni gjithmonë. Fenomeni. Atere, unë kur them, kemi nevoj për shumë Salianja, e kam fjallën, kemi nevoj për persona që dalin nga rreshti, sepse kjo është kriza e partije, edhe PS-s edhe PD. Kjo është thelbi. Njerëz janë të rreshtuar edhe kanë frikë të dalin nga rreshti. Pra ne na duhen kurajos. Qëllimi i tani kur them të fitohet lufta është në luftrat e ndryshme edhe luftën e Ukrainës e të gjitha, po marrin njerëz të përgosur, çfarë nuk po bëjnë për fusin luftë vetëm që të arrihet të fitohet lufta. Në qoftë se ne do keshim 10 Salianja, nga cilët 2-3 kishin të dënuar me burg. Unë do zgjidh ata Salianjtë e pastë, ata Salianjtë që i ngjanin sa më shumë Albin Kurtit, edhe që ti më vjen keq që e paske nuk është politikani jot ideal, nuk e di pse, por nuk dua të zgjeroj tani që për shkak pikpamjeve, thash, jo për shkak gjetje, për shkak pikpamjeve. Luftës, për të fituar luftën që është rrëzimi, sepse ne jemi të fokusuar vetëm të rrëzimi i fatos i atij Edi Ramës. Kryesorja është të rrëzojmë atë klan që ka legjitimuar fitoret ati tjetrit. Edhe ai ka përfituar akoma nëse qëndron sala aty. E dim shumë mirë, e din të gjithë, e din edhe një 10 vjeçar. Pra, politikës na duhen shumë Salianja. Kështu që nga ana strategjike është e gabuar që të shkojmë tani në mënyrë parimore çka ka për Saliani, si ka flokët e si nuk i ka. Fituar lufta, të bashkojmë të gjithë, të burgosur, të pastër, SPAK për të rrëzuar regjimin. Regjimi në këtë rast. Regjimi është siganjar. Artikuluja dhe njësë më duket se nuk e dëgjoj Ali Madhi këtë. Strategjia e Edi Ramës në 2013, ta të bëjmë gjithë qelpsira, të rrëzojmë një qelpsirë më të madhe. Po fillove ti të bëjmë qelpsira të rrëzu qelpsirën, më mirë një bërtha me vogël me moral si një grup i matë qelpsira që nuk rritet kurrë. Dhe Edi Rama që në momentin që ka marrë Ilirmetin si grupi qelpsirave ka ditë fundi i vetë i moralitetin. Nuk ka nevojë ta vërtetojmë sot i moralitetin e qeverisës dhe politikës Edi Ramës. Po Ali Madh. Kështu që seca jo, hajde të bëjmë qelpsirat bashkë, ta rrëzojmë mirë, pastaj ta qelbim edhe ne si këta. Nëse. Eksperimenti me partitë e reja akoma s'po funksionon. Njerëzit kanë frikë të shkojnë, nuk kanë frikë ta ndjekin. Jo, s'kan frikë njerëzit, po partitë e reja nuk janë kredibël. Asnjë parti, qoftë edhe partia cilën nuk kandidova dhe mbështeta, nuk janë kredibël si të opinionit publik. Atëherë pse firmose? Jo besueshmërisë. Për qenë pjesë e këtyre zgjedhjeve, meqense e sepse do bëjnë një përballje politike nga një front i cili nuk është i kapur dhe i korruptuar. Ka frontet kapura aty në betejë. Po të futesh brenda dhe ta shohësh që nuk e di opinioni publik dhe unë s'kam argumenta, siç pata për rastin e Salianit vendimin gjyqësor, aty ka njerëz partitë e reja, në përgjithësisht janë njerëz që financojnë dhe ato që financojnë shumë të mëdha dhe quhen dhe i kapur. Përveç rastit të Agronshea që është vetë kapur sepse ka kriju partinë me lekë të veta. Por fakti që nuk bëhen një pol, për të filluar për të dhënë mesazhin tregon që një pjesë e mirë janë të kapur dhe ndoshta zotërit nuk e dinë se janë brendësit politikës. Ndërsa unë zgjodha një skalion ku të paktën sulmoj sipas këndvështrimit tim këtë sistem, dhe unë e kam zgjidhur që herët anti-establishmentin, që të sulmoj sepse e di se ku është thelbi. Ke bërë mirë? Patjetër, prapë të më futin prapë aty të shkojnë, sepse nuk jam i kapur, nuk jam i kushzuar si çfarë do flas. Do qëndrosh gjithkohës parimor? Do qëndroj unë përderisa se ke kështu tabelë kryesore në çdo bisedë çështën e parimeve. Jo se e kam unë do qëndroj parimor. Nëse nuk ndërtojmë rrugë parimore siç kanë pas sukses përpara shumë viteve ku s'ka pas shtet burrat kombit, kanë pas parime pa kanë dalë fitimtar. Pa parime nuk dilet kur fitimtar. Kjo teoria hajde të bëhemi bashkë, burgosul qelpsira, këtë është teori e dështuar parimore, jo, është teori e
e shkërmoqur me kohë dhe vetëm njerëzit që s'janë thelu në politikë nuk e kuptojnë. Profesor? Historia ka treguar që kështu ka ndodhur gjithmonë, historia ka treguar. Pse një lloj militantizmi arkaik për hir të vërtetës pa dalur tek një Arkaik, ku është arkaizmi? po sepse flet për disa parime të cilat normalisht Themelore, duhet jenë shoqëri. themelore, po mirë, dihen parime themelore, po unë mendoj që ti nëse do të rrisësh një aksion, Strategjia. duhet të kesh një frym hapje të dëgjosh, të analizosh, të kesh një mirëkuptim domethënë nga gjitha palët. Dhe s'mund t'i marrësh njerëzit ti etiketosh ky kështu apo S'ka me etiketu ma Po asnjë. tash ti e djathtë buri dheut e ka merr me atë etiketu. shehaj për mendimin tim unë s'arrit ta kuptoj pse është një lloj kështu si këto mekanizmat e madh që janë kundër biznesit, kundër S'jam kundër kapitalit, biznesit, kundër, ai. domethënë, Jo. kundër S'jam kundër i ka bërë me nuk lekë është të veta, parti. po i ka bërë me lekë të Bësh parti me lekë tua nuk është strategji, më nuk është. Ai tha që s'ka lidhje. diferencohet pak nga alternativat e reja për Po mënyrën shqyqy që se si një parti e re financohen. është edhe sot parlament, një parti e re djathtë është parlament, dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse ne gjithkohës japim disa mesazhe negative, domethënë me dashje apo pa dashje. Dhe unë prap jam që Partia Demokratike duhet moderohet në thelb, duhet moderohet, ti shikon prap një protestë, të cilën është po e njëjta gjë. Po e njëjta, po i themi në një formë metaforike, e njëjta këngë, të cilën nuk frymëzon, unë dua të frymëzohet qytetari, sepse ne djathtë jemi, edhe djathtë do ngelim pavarësisht këtyre, Po, në parim domethënë, që të frymëzoj qytetari, elektorati gri, ata që janë është pasi edhe thelbi. skeptik ndaj mënyrës se si funksionojnë partitë politike. Avokat, gjithmonë ku proteston, si foltorit e të hënës, por edhe në këto protesta kombëtare, Shqipëria bëhet, distancohet. Ka reagime që vinë dhe nga Partia Mundësia, ka dhe nga partitë e tjera të vogla, por ky lloj distancimi, por mbas edhe qëllimi në artikulimin publik që ka zoti Berisha dhe zoti Lapaj thuajse është i njëjtë për të rrëzuar qeverinë e kryeministit Rama, por edhe për një qeveri teknike që e kërkojnë me aq ngulm. Pse nuk bëhen bashkë? Pse nuk bashkohen? Pyetje shumë e vënd, e kam menduar edhe unë këtë pyetje të tillë. Mbasi që të dy, të paktën nga ana e Lapajt, mendoj që nuk do të ndotet me nomenklaturën e vjetër. Desh më shpëtoj fjala komuniste, me nomenklaturën e vjetës të PD-s. Nuk do të inkuinohet, të kontaminohet, të ndotet, sepse do të ketë diçka gjenuine. Do të ketë diçka gjenuine, po vazhdon me vendosmëri, mase shpreson që në kohë të arri diçka, të arri një farë besueshmëri, sepse atë përflasim. Në qoftë se nga ana e establishmentit aktual të PD-s ka humbur besueshmëria, edhe te njerëzit e vet që janë tikni deri dje ka humbur. Në rastin e Adretik Lapajt është një lëvizje gjenuine e cila shpreson, edhe unë shpresoj, që t'i sjelli një rezultat. Ne nuk kemi shpresë tjetër, ne duhet të investojmë besimin tek tok forcat e reja, qoftë Lapaj, qoftë Sheaj, qoftë edhe ai që e quajnë marksist, si e ka Qori. Shqipëria bëhet, që Shqipëria Lëvizja bëhet, bashk. ne te këta lëvizja bashk, ne këta duhet t'i mbështesim, nuk duhet të humbasim kohë me sharjet me brenda partive dhe brenda faktorëve që ekzistojnë prekosh në praktikën e vjetër. Është terminologji komuniste kjo e trashëguar, po e kritikove tjetrin e shave. Është vjen nga komunizmi, shumë e rëndë kjo. Kjo po ta kritikosh tjetrin dhe ta analizosh. Ti thush e shave, se po e përdor termin e shave, ta analizosh të thush kjo nuk është e duhura. Është analizë, nuk është sharje. Ti hiqe termin sharje. Unë për 30 ca vitesh në Itali, më vjen më mirë Italisë se Shqip. Kështu që kam ca limite me Shqipen, më falesh, okay? Nuk është sharje më burr. Sharje kur thot të shan nga nëna, e shan personalisht, janë gjithë një akuz pa bërë kohë të shofëndon, nuk është sharje më burr. Më gjithë sinonimi ta pranoj. Më gjithë sinonimi ta pranoj. Kundërshtit më burr. Ofendimi. Se ofendim është përdorë një fjalë negative që nuk ka, do mund t'i e ke pa baza fare, ti them unë ja, ti them ofendim më falë, maskara. Si i them maskara? Ti kur unë s'kam asnjë argument, ky s'bëri një maskarallik për t'ja thënë unë. Korrigjoj, kundërshtim. Kundërshtim nuk më vjen keq, nuk më gjeta fjalën e tur, kam probleme. Po e përdor vazhdimisht më burrë dhe kundërshtim fjalësh. Krijon ndikim negativ. Ndikim negativ të opinioni, po kur themi për mbiemrat që i tjetërsojmë, i sufërat.
në këtë sens. Jo, ajo është në qesin se ky është një simbol i një fenomeni. Prandaj pra që t'jemi Ose korrekt. Berishat nuk është me ofendim, është me... Të jemi korrekt. Po. Jusen, kush është zgjidhja? Mjet një zgjidhje me kam Ipsen. E kam ndru emrin, nga Hysen e kam bu Ipsen. Nuk e kam më Hysen emrin. Ka emrin një dramaturgu shumë të mirë Ipsen. Nuk më shkon mirë asgjë sot në intervistë. E kam Ipsen, Hysen e kam pas para ca vjeç. Ipsen, shumë emri bukur. Më thuaj kush është zgjidhja, çfarë zgjidhje propozon? Çfarë zgjidhje propozoj unë? Kush është zgjidhja? Meqense një kampi demokrat dhe një opozitën. Unë mund të them këtë që unë kam kohë që flas dhe artikuloj se cila është zgjidhja. Dhe zgjidhja buron kur e njeh mirë thelbin e problemit. E gjithë ajo që kemi ndërtyp deri sot, si fenomen, pavarësisht se unë mund të kap individ për ta konkretizu fenomenin, unë s'merrem kur me individo, as me Sali Berishën si individ. Po Sali Berisha është fenomen dhe unë merrem me Sali Berishën se është ky fenomen. Si Edi Rama për autokracinë e vet. Funksionimi me autokraci i shoqërisë, jo vetëm në nivelet politike, po kudo. Dhe funksionimi me rregulla është qelsi, aja e kësaj pune. Sepse ne, nëse kemi autokracinë dhe urdhrin për bazë dhe jo rregullin, që këtu fillojnë ajo që do ndërtojmë ne do jetë jo rruga e gabuar, sepse shoqërinë mbajnë rregullat, se rregullat janë institucionet, funksionimi i institucioneve. Dhe po kush i shkruan rregullat më zotri? Të lutem, dhe unë gjithë ato personazhe, përse unë kur kam kandiduar për ballë Berishës, më thanë pse e merr çështjen personale si zotri janë fjalë, shkruajta një listë me 8 veta të verifikuara që thash. Puna e parë, nëse ne nuk vim tu të vendosim rregullin dhe shoqërinë e votës duke kputur këto 8 duar, që të paktën me firmë kanë firmos manipulimin, ne nuk mund të bëjmë asnjë hap më ande. Dhe e dyta, ajo që përmende për ekonominë, duke parë që Edi Rama 2018 dhe Sali Berisha kanë fijet përbashkëta te kastratit, se do të thonë ju mos përmend kastratin, por këtë përmend unë tash, se këto janë personazhet. Nuk kemi asnjë lutem. Te filani, po them filani pra, s'po e konkretizoj, po duhet e konkretizoj që ta kuptojnë njerëzit, këta janë bashkë në aspektin ekonomik. Dhe duke qenë bashkë në aspektin ekonomik, jo tashti, po del që kanë qenë shumë më përpara bashkë. Dhe gjithë kjo panoramë para duhet bërë. Po nuk je pragmatik, mor zotri. Nuk je pragmatik, mor zotri. Sepse ti po thua, duhem si mund të me pragmatizëm këto, o zotri, e kam e di atë. Po nuk janë ujqërit që do bëjnë rregullat për ty. Ujqërit bëjnë rregulla për vete, mor. Jo, se ki gabim, perandoria, o Aliman. Perandoria e këtyre zanafillën e burimit e ka kur ti fillon i fut në sistem rregulla shta shkërboqen. Dhe gjithë lufta është hajde të futim sistemin e rregullave, se këta bien, jo duke e rrëzu njërin e tjetrin. Se këta janë si tentakulat, ho që Edi Ramën e zëvendësojnë me tjetrin, në të njëjtën perandori, se perandoria është më e madhe se Berisha. Si? Rregullat e lojës ata mor, desa tin ata aty, desa të kenë ato çelësat që përmenda unë. Po do bëhet luftë pra, do bëhet luftë për rregullat. Rregullat ndryshojnë me ata që fitojnë. Por rregullat ndryshohen duke ju imponuar, sepse janë rregulla që janë ka e drejta dhe me ty. Rregullat nuk ndryshohen se kanë dëshirë ato, duhet imponohen. Dhe po nuk e imponove rregulla mrena partive, su imponon dot rregulla as në qeverisje. Dhe pse them unë që këta personazhe që nuk imponojnë, nuk luftojnë për rregullat mrena partive, nëse TPS-ja dhe TPD-ja, nuk ka se si funksionojnë për si luftojnë për institucione. Beteja jonë është a do luftojnë për institucione, a do luftojnë për autokraci. Kjo është themeli. Autokracia është urdhri prevalon mbi rregullat. Dakor. Ka që është gjithë beteja. Nga ana strategjike nuk gjendemi bashkë. Nga ana strategjike nuk gjendemi bashkë. E thash dhe them edhe një herë. Po që unë nga ana strategjike unë kam jetuar në terren vllati, si marri ditë me politikë në terren. Unë kam 30 vjet në terren në ana strategjike. Unë e kuptoj se çfarë lëvizësh duhet. Me politikë në Itali. Ke të drejtë, jam marrë me politikë në Itali. Në Itali nuk funksionon, jo. Në Itali nuk janë këto probleme. Në Itali janë probleme pikpamjesh, ti ke kundërshtar politik. Ti ke nuk ke armiq politik. Këtu në Shqipëri këta konsiderohen armiq politik sepse vjedhin votën. Ipsen, mos i kalojmë personale. Alimadhi që kemi në këtë bisedë ka bërë disa betejë politike, disa gara politike shumë të vlefshme. Dhe një ndër rekomandimet në Itali. Që politika është ndryshe nga këtu. Është ndryshe politika e Italisë. Po prapë mos e kalojmë si në sulm personal, se lexohet si sulm personal dhe avokatit. Nuk na që ndrova një analizë, të them sinqerisht, e kam gjuar pjesën e parë të analizës dhe për të jam kënaq sepse është një analizë që shkon përputhshmëri plot me atë çfarë analizoj unë. Unë ka që nuk knaqem që që nuk janë në linjën tënde prapë në analizat të mira. Çdo lëvizje e re është padyshim shumë i shëndetshëm për një parti.
sido qoftë, kudo qoftë. Dhe kjo lëvizje e re do ketë një platformë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Një platformë konkrete. Jo vetëm bëjmë denoncime si ndodhi, pse ndodhi, ku ndodhi. Sepse këto gjëra dihen edhe si do dalim përtej kësaj. Dhe kjo platformë ka dy qasje. Ka një qasje të brendshme, domethënë një rregullator të brendshëm të Partisë Demokratike, ka dhe një qasje si ti duhet vish në pushtet. Në pushtet me një vizion të qartë. Dhe të dyja këto element, për shembull, edhe dje në protestën e djeshme nuk ndjen fort, fuqishëm, se nuk po them që nuk ka nuanca. Në këtë logjik u mendoj që ti bën në një farë mënyre nder qoftë partisë, qoftë një grupimi, qoftë një fenomeni, domethënë duke i sjell realisht një platformë. Dhe jo duke diskutuar domethënë ku kemi qenë, si kemi qenë, pse kemi qenë, pavarësisht analizës, dhe kjo platformë duket edhe nga dëshira që ka qoftë edhe i militanti thjesht, qoftë edhe qytetari që po i bashkohet fuqishëm alternativave të reja brenda PD-s, sepse ne shohim konkretisht domethënë që ka një uri të madhe për dalë jashtë qasjes, domethënë të mbyllur të Sali Berishës. Në këtë kontekst them unë, çdo lloj alternative bën mirë. Dhe kjo është një kontribut i mirë. Këtu nuk do bëjmë këto ndarjet, po themi bardhëzi, i miri apo i keqi. Ne shohim që është një opozitë e cila u bë vite që është humse dhe nuk po funksionon. Askush dihet që Sali Berisha është lider historik i PD-s dhe nuk ka asnjë tentativë për të errësuar figurën e tij, domethënë në kontributet që ka brenda PD-s. Po, duhet ecim jo me kohën thjesht si efekt, po duhet ecim me alternativat e reja dhe me çfarë kërkon shoqëria e re për të përballë edhe Europës dhe përballë sfidave. Do të ketë një bezej të vështirë Sajani? Në këtë, patjetër do ta ketë vështirë, edhe është shumë e vështirë sepse qysh në momentet e para, domethënë mesazhet prap arkaike brenda strukturave të PD-s që po i bën banda filan edhe po i bën eksponenti filan këto takime. Kjo quhet shpifje për shembull, kur i dhe epitetet pa vërteta. Tash Po jo kur tregon vendimin e gjykatës. Kur tregoj vendimin e gjykatës, unë do t'i thënë vendimin e gjykatës. Edhe këta që kundërshtoj spakun mirë ja bëjnë. Për tjetër gjë. Jo për tjetër gjësi. Njëri do vendimin në momentet caktuara do vendimin e spakut edhe gjykatave në momentet caktuara thotë është politik. Si është kjo? Ta ndajmë, o një standard do mojnë. Mos më ngatro tek ajo, unë shoh për te, nuk shoh. Ju të si të pas këtu, se të kishe pa për te, ti unë po të përkra me dy. Po të vazhdoj me këtë, do më thënë, retorikë të vogël, unë jam që çfarë ofron sot Partia Demokratike? Ofron një kapitalizëm social, nëse e kupton, pra që duhet jetë më afër qytetarit gjithmonë brenda konceptit të kapitalit, dhe këto janë fenomene, këto janë analizat që duhen bërë. Ndoshta unë e kam gabim. Po kjo është një analizë vërtet brenda të djathtas për të dalë në një qasje të moderuar. Nuk është më tashti vetëm themi, është dihet dhe PD-ja sot ka hyrë ke banaliteti të keqes që thotë edhe Hannah Arendt, pra banaliteti të keqes i kësaj keqeverisje. Domethënë që këtu e keqja është bërë korrupsioni, këtu është bërë gjë normale, e kupton? Dhe vetë PD-ja ka hyrë në këtë lloj rrjedhe. Tash si do dalim nga kjo? Duhet dalim me alternativa të reja dhe me një lloj kërkese, domethënë ashtu siç na kërkon koha. Dhe jo më të merremi akoma domethënë kush është Sali Berisha dhe për çfarë vlen Sali Berisha. Sali Berisha nuk po i jep, si thua, frymëzim një shoqërie të tërë, me një platformë të vërtet, për të dalë, për të konkuruar Edi Ramën, për të ashtu më tej dhe për të modernizuar, jo vetëm politikën, po dhe gjithë shoqërinë. E qartë. Profesor, faleminderit shumë. Faleminderit ju. Faleminderit shumë për kohën. Ju faleminderit. Alimat, faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit juve, punë mbar. Shkputemi së bashku për të ritakuar në orën 14 në të tjera zhvillime. Shkarko tani aplikacion